Autori mbyll këtë intervistë duke potencuar faktin që artisti vlerësohet edhe në aspektin e pagesës. Unë nuk menoj që aktorët nuk paguhen. Unë menoj që aktorët paguhen bile nëse je aktor që ke arrit me i ba gjanat cilat ke dash paguash edhe jetën për kësaj pune. Po tash varet për çka po flasim, se ka edhe gjana shumë, ka edhe njerëz që tentojnë edhe me e prish tregun. Po flasim për diçka të mirëfillt, atëherë nëse është diçka e mirëfillt, mendoj që paguhet. Nuk isha thënë që me u dorëzu asnjëri, ai që për shembull flas për veti, unë e di sakt se sa vlej, sakt se kush jam edhe sa e zotroj këtë profesion. Kështu që nëse mu apo dikuj tjetër nuk ju ka jap mundësia, nuk e konteston ato që aftësinë e tij që e ka mrena. Është diçka tjetër mundësia dhe është diçka tjetër sa t'jepet mundësia atë aftësi tonën me e qitë në pa.